Në intervistën e ditës për aktualitetin politik, flasim me përfaqësuesin e koalicionit Vlen, zotin Driton Sulejmani. Mirëmbrëma dhe mirësedot në Alsat. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Zoti Sulejmani, në kohën kur shënojmë festat e nëntorit, një nga institucionet kyçe për zbatimin e gjuhës shqipe, pra Inspektorati për përdorimin e gjuhëve, është jo funksional. Si qeveri, si garantoni zbatimin e gjuhës shqipe nëse institucioni që duhet të kujdeset për zbatimin e drejtë është i paralizuar, nuk ka fare fonde, resurse dhe as një automjet që të mund të dalë dhe të kryej inspektime? Nuk pajtojmë se është plotësisht konstatimi i duhur. Jemi të vetëdijshëm se inspektorati po ballafaqohet me probleme reale. Ne, me thënë të drejtën, prej kur u bëm pjesë e shumicës, inspektoratin e gjetëm me një gjendje jo të mirë, me një status të paplotësuar, pa organogram edhe me kompetenca të limituara. Të gjithë jemi të vetëdijshëm që shumë lëndë të cilët kanë ngritur inspektorati, për shkak të limitit në funksionimin e tyre, të gjitha çështje është dashur që të zgjidhen përmes gjykatave dhe rezultatet e atyre lëndëve të gjithë i kemi parë, domethënë ka ose shumë pak të cilët kanë dhënë përgjegjësi për mos zbatimin e gjuhës ose nuk ka fare. Domethënë problemi fillestar qëndron në kompetencat të cilët prisë është krijuar inspektorati si institucion i ka pasur të limituara. Probleme tjera që kanë dalur janë ndoshta fillimisht me ligjin për riorganizimin e qeverisë. Është ligji që u miratuan kohën tuaj, pra. Po, patjetër. Edhe tani kompetencat i ka Ministri i Drejtësisë. Ka një arsye pse është bërë kjo punë, domethënë kemi analizuar mirë këtë punë dhe çështja që e kemi votuar këtë ligj është për të mirën e përgjithshme, për minimizimin e shpenzimeve, edhe kjo nuk ka vlerë vetëm për inspektoratin për zbatimin e gjuhëve, por për të gjitha inspektoratet. Domethënë prej se ka kaluar ligjet, të gjitha inspektoratet do të kthehen nëpër Ministrinë e Amës dhe ashtu do të funksionojnë. Si rezultat i kësaj, pastaj dolën problemet e çështjes së rrogave, e cila ishte një temë jashtëzakonisht e pranishme në opinion, edhe një problem të tillë ne arritëm të gjejmë zgjidhje, domethënë tash të punësuarit brenda inspektoratit i marrin rrogat e tyre dhe tash po punojmë edhe në zgjidhjen përfundimtare të problemeve të inspektoratit. Ideja jonë është që me zgjidhje ligjore inspektoratin ta fusim nën kompetencat e Agjencionit për zbatimin e gjuhëve dhe si rezultat i kësaj inspektorati të marrë të gjitha të drejtat që i takojnë si institucion. Kjo do me thonë se ashtu sikurse inspektorati i tregut, i cili mund konstatoj një shkelje ligjore në ndonjë ndërmarrje të caktuar për mos pasjen e llogarisë fiskale, edhe mund ta shqiptoj dënimin aty për aty, të njëjtën të drejtë ket edhe inspektorati për zbatimin e gjuhëve. Sepse është inspektorati i vetëm që nuk mund të shqiptoj gjoba. Është e vërtetë, mirë po prej krijimit të inspektoratit si institucion i ka pasur këto kompetenca të limituara. Dhe ashtu sikurse kemi zgjidhur probleme me pagët, ne po tentojmë që ta zgjidhim edhe me kompetencat e inspektoratit. Atëherë u tha që kjo zgjidhje është e përkohshme, pra që të jetë nën Ministrinë e Drejtësisë, por ka diçka konkrete në kuptimin e po hartohet një ndryshim ligjor, një ligj i ri ose çfarë bëhet, ka një kornizë kohore kur mendoni ta bëni këtë, sepse nga ajo që shohim tani, siç thash, kemi qenë në inspektorate, kemi parë se në çfarë kushte shpunohet. Se nuk ka kushte elementare për punë dhe se inspektorët nuk mund të dalin në terren, s'kan as automjet, s'kan as një resurs për të funksionuar. Madje edhe me buxhetin e vitit të ardhshëm 2026 është shkurtuar buxheti si inspektoratit ashtu dhe agjencisë. Prandaj po ju pyes çfarë konkretisht po bëhet në këtë moment. Te çështja e shkurtimit të buxhetit nuk është se është shkurtuar ndonjë shumë aq e madhe, bëhet fjalë për diku 4 euro më pak nëse nuk gaboj. Edhe shkurtime buxhetore ka pasur në të gjitha institucionet. Po ndoshta do të flasim më vonë për çështjen e buxhetit, do të jap sqarimet. Sa i përket inspektoratit, ministrat në qeverinë Vlen vetëm se kanë filluar punën për ta realizuar, për ta zgjidhur problemin e funksionimit të inspektoratit. Ajo do të bëhet përmes një ligji i cili do ta precizojë edhe nën urdhat e kujt do të jetë inspektorati, që sipas mendimit tonë do duhet të jetë nën Agjencinë për zbatimin e ligjit për gjuhët, po edhe kompetencat e inspektoratit do të zgjerohen përmes atij ligji. Gjithashtu, unë mendoj se nuk kisha dashur të hyjmë në ndonjë
deadline të caktuar, për arsye se po tentojnë që të japim një zgjidhje përmes të cilës inspektorati në të ardhmen do të funksionojë pa probleme të theksuara. E këtu është kryesorja zgjidhja ligjore, pastaj edhe çështja e ndihmës ndaj inspektoratit në lidhje me rritjen e numrit të punësuarve, sepse nuk mund të garantosh zbatimin e gjuhëve me aq pak të punësuar, do me thonë duhet të rritet numri i punësuarve, duhet të rriten mjetet financiare për të mos pasur probleme pastaj inspektorati për funksionim e kështu me radhë. Do thonë jemi duke punuar në të drejtim. Edhe kjo kërkon pak më shumë kohë sepse nuk jemi të interesuar të prodhojmë zgjidhje të cunguara, ashtu sikur se kanë bërë të tjerët në të kaluarën, edhe me ligje të shumta, po edhe me vendime të caktuara, të cilët pastaj na kanë lënë neve pasoja, edhe probleme me të cilët ne fatkeqësisht po duhet të miremi tash. Ne jemi të interesuar të ofrojmë zgjidhje konkrete, edhe zgjidhje afatgjata për të mos pasur më probleme të tilla inspektorati. Në buxhetin e vitit të ardhshëm nuk janë parashikuar fonde për ndërtimin e kampusit të Universitetit Nën Tereza. Është një nga projektet që me shumë pompozitet e ka paralajmëruar koalicioni Vlen. Pa pasur fonde nuk mund të realizohet as projekti. E qartë, kështu, do me thonë për kampusin e Universitetit Nën Tereza ka vendim të qeverisë, përmes të cilit vendim do të financohet ndërtimi i kampusit Nën Tereza. Financimi i ndërtimit të këtij kampusi do zhvillohet në faze. Do me thonë tash janë fazat fillestare. Ju paralajmëruat 35 milion euro për kampusin e Universitetit Nën Tereza. Do me thonë nuk duhet të ketë pritje se në buxhetin e 26-ës me njëherë do t'jem prezente 35 milion euro. Por nuk janë për arsye se vetëm 1 milion janë tani për tani. Do ta sqaroj tash. Për arsye se punët në kampusin universitar do t'jenë të parashikuara me faza. Ashtu sikur se zhvillohen fazat, ashtu do të vinë edhe mjetet financiare. Fillimisht për të filluar punimet duhet të kompletohet dokumentacioni projektues, të ketë projektin bazë, të ketë të gjitha ato parametrat arkitektonike e procedurat të cilët duhet kompletohen, edhe ato janë të kushtueshme, edhe për këtë arsye në buxhetin e 2026-s janë paraparë dikun, nëse nuk gaboj, 1 milion euro, të cilët do t'i ketë në dispozicion në universiteti. Thoni që këto 1 milion euro do të bëhen për projektimin e Mendoj se po, edhe ashtu sikur se fillojnë pastaj faza e ndërtimit, qeveria do ta përkrahë padyshim për arsye se ka vendim të qeverisë për të ndërtuar atë kampus. Por edhe mjete duhet ketë në buxhet për momentin për Ne vitin 2026. Ne nuk kemi si qeveritë e kaluara që projektet të na zgjasin nga 20 vite. Ashtu sikur se kemi premtuar se do të bëhet kampusi. Për sa vite mendoni se do të bëhet atëherë? Sa thoni ju? Shife, tash përcaktimi i kohës së ndërtimit, do të thonë duhet parashihet nga dokumentacioni projektues, se sa zgjasin punimet, aq sa është e përcaktuar në dokumentacion, ashtu edhe do zgjasë edhe ndërtimi i atij kampusi, sepse bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm, e cila ka të bëjë me zhvillimin e gjeneratave të ardhshme, dhe ne si koalicion Vlen, kur bëhet fjalë për projekte të tilla, nuk bëjmë lojra të tipit sikur se kam bërë më herët, ende dini se ka probleme për projekte të ndryshme që janë premtuar nga 20 vite dhe ende janë në fazë të punimeve. Do ta shohim, do ta ndjekim sepse u thanë 35 milion euro, ndërkohë që për tani janë 1 milion euro. Nga ana tjetër në buxhet nuk ka fonde as për fazën e tretë të sheshit Skënderbe. Nuk do ta realizoni vitin e ardhshëm ose edhe për parkingun nëntoksor të sheshit Skënderbe ka vendim të qeverisë se do të realizohet, me sa e varetëm edhe në opinion reagoi edhe zëvendës ministra Zonja Kaltrina dhe tha që nuk bëhet fjalë për ndërprerje të punimeve ose mos financim të projektit, por vetëm se është gjetur një gabim teknik në procedurën e prokurimit publik. Ai gabim teknik do të përmirësohet, edhe projekti për sheshin Skënderbe prap do t'i nënshtrohet procedurës së prokurimit publik. Kur do t'i dorëzoni? Është çështje e gabimit teknik. Kur do t'i dorëzoni emrat e ministrave të rinë në kuvend? Procesi po zvaritet, keni mos pajtim brenda koalicionit ose me kryeministrin? Nuk është çështje mos pajtimet brenda koalicionit ose me kryeministrin, po çdo herë kur koalicioni Vlen ka propozuar emra të cilët do të përfaqësojnë shqiptarët në qoftë në ekzekutiv, qoftë në për komuna, kemi qenë shumë të vëmendshëm, edhe qëllimi ynë ka qenë që ti ofrojmë emrat më të mirë të mundshëm, që do t'i realizojnë ato të cilët i kemi premtuar para votuesve.
Tash për tash në këtë proces kemi vetëm një dakordsim që rrjedh si rezultati një marrëveshje që koalicioni Vlen pati para zgjedhjeve lokale, ajo është që zotri Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministri i parë i ardhshëm në qeverinë e Republikës Maqedonisë Veriut. Tash është duke u diskutuar brenda Vlenit për modalitetet se si do ta realizojmë këtë punë. Gjithashtu do të diskutohen edhe çështje se kush do ta përfaqësojë Vlenin në Ministrinë për Ekologji. Do të jetë Muhamet Hoxha u përfol emri i tij? Nuk është ende definitive, Muhamet Hoxha mund të jetë një prej kandidatëve, po ende nuk është e vendosur përfundimisht kjo punë. Dhe presim që pas një dakordësimi. U fol edhe për rokada, pasi kryeministri tha që poste shtesë për Vlenin nuk do të ketë, që brenda partitë që janë në koalicion duhet vendosin për rokadat. Për shembull, për fol se zëvendës kryeministri Bekim Sali do të marrë ose ministrin, ose qeverisjen e mirë në fakt, ose integrimet evropiane. Gjithë shka që ka dalur në opinion ditëve të fundit është në fazën e shpekulimeve, për momentin është duke u diskutuar brenda koalicionit dhe ende asgjë nuk është definitive. Ajo që e përmenda po ju mund të hiqni dorë nga integrimet evropiane, alternativa mund të heq dorë nga integrimet evropiane. Shifne, nuk është çështja se për çka po heq dorë alternativa, po thjesht po mundohemi që ta bëjmë variante më të mirë të mundshme që Vleni të jetë sa më mirë i përfaqësuar. Po si ndani postet në kuadër të koalicionit? Me marrëveshje gjithë përfshirëse të gjithë partnerëve që janë brenda aty. Edhe unë jam i sigurt se së shpejti edhe do të finalizohet kjo, po shikohen modalitetet e ndryshme, mirë po qëllimi është gjithmonë një përfaqësim sa më i mirë i mundshëm. Sepse ajo që shohim në kohët e fundit është se pati zvarritje për shembull edhe në Tetov për kryesuesin e Këshillit, për shkak të themi mosmarrveshjeve, tani u shpik edhe një post tjetër, themi kështu, zëvendës kryetarit. Pasi Besa e mori zëvendës kryetarin, alternativa kreun e Këshillit, ndërkohë që zvarritet ja edhe formimi i partisë Vlen, me që u paralajmërua shumë me pompozitet se po bëhet shumë shpejt, shumë kohë kaluan edhe para zgjedhjeve, kur nisi si proces, por veritash nuk kemi pasur edhe hapa më konkret. Kjo është pjesa e parë që përmendet rreth Këshillit të Tetovës, është një dëshmi se marrëveshjet brenda koalicionit respektohen edhe realizohen ashtu sikurse jemi dakorduar paraprakisht. Kurse çështja e formimit të Vlenit në një parti është një procedurë që ka filluar ndoshta më herët, edhe mendoj që është në rrugën e duhur. Tashmë vetëm që kemi hyrë në 2 procese zgjedhore dhe kemi dalë si fitues të atyre zgjedhjeve, e kemi marrë edhe mesazhin e votuesve se ato na dojnë të na shohin bashkë dhe ne po punojmë në atë drejtim. Nuk është se nuk kemi bërë asgjë. Koalicioni Vlen për momentin ka 3 trupa të përbashkët që veprojnë unik edhe si një, të tilla janë kryesia e Vlenit, pastaj është komisioni për çështje kadrovike, edhe është media qendra e Vlenit, to vetëm se janë 3 trupa të cilët funksionojnë si Vlen. Edhe tash përshqirtohen në modalitetet të ndryshme se si duhet ta realizojmë atë të cilën edhe kemi thënë para qytetarëve më shëndrimin e një subjekti politik. Nuk keni hequr dorë nga jo, as pak, vetëm se jemi të kujdesshëm në mënyrën se si po e zhvillojmë këtë, sepse është e rëndësishme që jo vetëm të bëhet një bashkim i tillë, po ky bashkim çfarë platforme politike po prodhon, me çfarë statuti do ta udhëheqim organizatën, domethënë ka shumë detaje të cilët janë të rëndësishme, edhe të cilët në rast se i bëjmë me kujdes do ta forcojnë edhe më shumë Vlenin si subjekt politik. Nesër në seancë të qeverisë u tha se do të caktohen të besuarit e qeverisë në komunat ku dështoi censusi, në Gostivar dhe Vrapçisht, kë do ta caktoni? Ka veç më emra? Ende po bisedohet për caktimin e këtyre emrave, nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete. Qëllimi jonë është që t'i caktojmë ato emrat të cilët do t'i caktojmë, ta kryejmë punën e tyre me profesionalizëm dhe dinjitet, edhe të garantojnë një proces zgjedhor fair dhe demokratik që qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre të lirë. Këto emra që do të caktohen, do të jenë edhe kandidatët që do të garojnë në zgjedhje, ose jo domosdoshmërisht? Nuk është domosdoshmërisht, mund të jetë edhe i tillë rasti, po mund të jenë edhe për momentin të caktuar për t'i udhëhequr këto procese dhe pastaj të kemi kandidat tjetër. Mirë po ende vendim final nuk ka. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Ju faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë me zhvillimet e tjera të ditës.